Granit, unë edhe Ivani e kemi mendu një tjetër plan për Ahmetin. Çka është? Granit, mendum nëse e vrojmë Ahmetin, kena me pas shumë vështirë me avrat jemët. Po menoj që, kur ta vrojmë Ahmetin, ka me pas sigurim më të madhe ka familja vetë. Ka më kujdes më shumë. Kështu që kena me pas vështirë me avrat jemët. Ha? Po edhe? Unë sot kam marrë me një ekip temë. Edhe kishte me qenë mirë mi mediantar të familjes. Ti? Po, mande bojmë një pauzë, një qetësi, derisa qetësohet pak situata, edhe tani. E vrojmë flamurin. Okej. Po që shë keni menu mi vrat dësat? Na për qatë sem për të paguim ty. Na me të kallëzu kanë edhe të shumë evra. Kuptoj. Po menoj që është mirë pra me vazhdu me Ahmetin, edhe me djalin e tij të vogël, Gëzimin. Granit, unë po mendoj që është mirë një të në kohë. Mi hinë shpi edhe mi vrati dytë. Ha? Ja, në shpe, jo. Qysh atër? Nëse i sulmojmë shpe, është rrezik, mundën me pas kushëre, mundën me pas njerëz tjerë ato. Na duhet me shku në katon me i prit, dhe i dalim prej shtëpisë. Ata kanë stash shumë arsye me dalë prej shtëpisë. Pëlqen. Pëlqen. Atëre, Granit, Ivani është me ty sot në aksion. Rregull? Rregull. Që na po bona gotën. Shefe? Ne mu verova noi. I ne treba nikada, verujte, shqiptarim. Nikad. A zašto toga ga držiš? Verujem 100% da novac je u pitanje. Zato. Ne verujem uopšte.